Prokuroria Themelore Publike vazhdon hetimet sa i përket rastit të denoncuar ditë më parë nga prindrit e fëmijës së adoptuar, të cilët akuzojnë se kërkohen para gjatë procesit të birësimit të fëmijëve. Nga prokuroria nuk japin detaje shtesë lidhur me rastin, por thuhet se prokurori kompetent punon në zbardhjen e rastit. Ndërkohë nga Ambasada e Fëmijëve Megjashi thonë se rastet e tilla tregojnë se sa institucionet e vendit funksionojnë në mënyrë ligjore. Što mova se slučува, znači Me që kjo ka ndodhur, ka ndonjë problem shteti, institucionet nuk punojnë. Mbasi ndodhin kësi rastesh, patjetër të ketë ndonjë problem në sistemin shtetëror, në sistemin e drejtësisë, në sistemin e mbrojtjes sociale, pa kujdesshmëri e fëmijëve. Gjithçka që është ndërmarrë deri më tash pritet përgjigje nga prokuroria, nga Ministria e Brendshme, nga ajo sociale dhe ne nuk do të ndalojmë të ndërmarrim masat e duhura derisa nuk zbardhet rasti në tërësi. Nga Ambasada për Fëmijë Megjashi shtojnë se kanë dorëzuar të gjitha dokumentet që ata disponojnë nëpër institucionet kompetente për të ndihmuar zbardhjen e rastit. Детската амбасада Мегјаши во рамките на своите Ambasada e Fëmijëve Megjashi në kuadër të mundësive të saj ligjore do t'ju përgjigjet të gjitha kërkesave të Prokurorisë Themelore Publike, nga Ministria e Brendshme, nga Ministria Sociale dhe i dorëzoi të gjitha dokumentet e disponueshme të cilat i posedon Ambasada Megjashi. Ndryshe, ditë më parë Kristina Kuzmanova nga Shkupi akuzoi se i janë kërkuar 2.000 euro nga ana e Komisionit për Birësim për të marrë firmën përfundimtare për adaptimin e fëmijës. Si pasojë e mosdhënies së kësaj shume të paras, asaj i ishte marrë fëmia. Disa ditë pas publikimit të rastit, Prokuroria Themelore Publike hapi procedurën ndaj Ministrisë së Punës Sociale për dyshimet se kërkohen para gjatë procesit të birësimit të fëmijëve. Reagime mbi rastin pati edhe Ministria e Punës Sociale, e cila tha se zbardhjen e rastit e lën në duart e institucioneve kompetente. Gjatë ditës së dieshme, reagime mbërritën edhe nga avokati i popullit.